Mos u ndaj. Këto 3 shenja janë në rrezik të prishin lidhjet sot për një gabim budalla. Kujdes. Mos e bëni këtë gabim budalla sot. 3 shenja janë në rrezik ekstrem për të prishur lidhjet e tyre më të rëndësishme. Një keqkuptim i vogël mund të shkaktojë shkatërim. Zbuloni menjëherë si ta shmangni humbjen e madhe. Sot kemi një sinjal shqetësues nga yjet. Ndërkohë që kjo javë premton shumë mundësi, ekziston një kurth i madh energjetik që po prek marrëdhëniet tona më të ngushta. Kjo nuk është dita për të qenë kokfort apo për të marrë vendime të nxituara. Keqkuptimet janë në ajër dhe 3 shenja specifike duhet të tregojnë kujdes ekstrem. Rreziku i ndarjes, qoftë nga një partner romantik apo një partner biznesi, është i lartë. Kjo ndarje nuk do të ndodhë për një arsye të madhe, por për një gabim të vogël dhe budalla që mund të shmangej lehtësisht. Qëllimi ynë është t'ju japim udhëzimet e nevojshme për të ruajtur lidhjet tuaja. Mos bëni asnjë lëvizje para se të dëgjoni këtë paralajmërim. Gaforja. Për ju, rreziku i madh fshihet ndjeshmëria e tepruar dhe kërkesa për vëmendje. Kjo ditë ju gjen emocionalisht të paqëndrueshëm dhe ju mund të interpretoni gabimisht veprimet e partnerit tuaj, duke menduar se ai po ju injoron ose nuk ju do mjaftueshëm. Gabimi budalla që duhet të shmangni është reagimi i menjëhershëm ndaj këtij keqkuptimi duke u mbyllur në vetvete ose duke bërë një ultimatum. Kjo sjellje, e lindur nga pasiguria, do të jetë shkaku i thyerjes. Ju duhet të kuptoni se partneri juaj mund të jetë i zënë me çështjet e veta, dhe jo se nuk ju do mos e përdorni dramën si një mënyrë për të marrë vëmendje, pasi sot kjo do të ketë një efekt të kundërt, duke e shtyrë partnerin tuaj larg. Kërkoni siguri me biseda të qeta dhe të sinqerta, jo me lojra emocionale. Përqendrohuni te paqja e brendshme dhe mos lejoni që pasiguritë e vjetrat ju dëmtojnë. Ndonjëherë, dashuria e vërtet kërkon hapësirë dhe besim. Nëse keni dyshime, flisni hapur, por mos e shndërroni këtë në një dramë të madhe. Kjo ditë kërkon qetësi dhe durim për të shmangur një ndarje të panevojshme që do t'ju kushtonte shumë. Akrepi. Rreziku më i madh për ju fshihet te xhelozia e tepërt dhe dëshira për të kontrolluar. Sot, ju mund të zbuloni një informacion të vogël rreth partnerit tuaj ose një bashkëpunëtori që do t'ju shkaktojë dyshime të mëdha. Gabimi budalla që duhet të shmangni është të ndërmerrni një veprim ekstrem, si të kontrolloni telefonin, emailin apo të bëni pyetje sulmuese bazuar në këtë dyshim të vogël. Kjo dëshirë për kontroll do të dëmtojë besimin e partnerit dhe do të çojë në një ndarje të dhimbshme. Ju duhet të mësoni të merrni frym thellë dhe t'i besoni lidhjes suaj. Fuqia juaj nuk qëndron te kontrolli, por te thellësia e lidhjes. Nëse keni një problem, flisni hapur, por mos e shndërroni këtë në një hetim. Rreziku i dytë vjen nga mos pranimi i një gabimi të vogël tuaj. Kërkoni falje dhe tregoni mirëkuptim. Kjo ditë kërkon maturitet emocional dhe besim. Mos lejoni që egoja juaj të dëmtojë marrëdhëniet tuaja më të rëndësishme. Mos harroni se ndarja sot do të jetë një humbje e madhe, prandaj jini i kujdesshëm me veprimet tuaja dhe bëni zgjedhje të mençura. Luani. Për ju, rreziku i ndarjes vjen nga egoja dhe kokfortësia për të pasur gjithmonë të drejtë. Jeni një lider i lindur dhe dëshironi të shkëlqeni, por sot, kjo dëshirë mund të bëhet një bllokues i marrëdhënieve. Gabimi budalla që duhet të shmangni është të refuzoni të pranoni pikpamjen e partnerit tuaj apo të një kolegu, duke e bërë veten të dukeni arrogant. Ky mungesë e vogël e fleksibilitetit do të shkaktojë një shkputje të thellë emocionale. Ju duhet të kuptoni se jo çdo gjë rrotullohet rreth jush. Mësoni të dëgjoni dhe të bëni kompromis. Rreziku i dytë vjen nga fjalët e rënda dhe kritikat e panevojshme. Edhe pse qëllimi juaj mund të jetë i mirë, toni juaj do të jetë shkaku i konfliktit. Përdorni fuqinë tuaj për të ngritur të tjerët, jo për t'i ulur. Kjo ditë kërkon zemërgjerësi dhe diplomaci. Nëse doni të ruani lidhjet tuaja, lëreni egon jashtë derës. Mos harroni se ndarja sot do të jetë një humbje e madhe, prandaj jini i kujdesshëm me veprimet tuaja dhe bëni zgjedhje të mençura. Shkëlqeni me dashuri dhe jo me kritikë. Jeni paralajmëruar. Lidhjet tuaja janë më të rëndësishme se një gabim i vogël dhe budalla.
Mos lejoni që një moment impulsiv apo një dyshim i tepruar t'ju kushtojë fatin. Merrni frymë thellë dhe flisni hapur. Zgjidhni dashurinë dhe mirëkuptimin sot. A e shmangu gabimin? Lini një koment më poshtë dhe na tregoni cili paralajmërim ishte më i rëndësishmi për ju sot. Angazhimi juaj e forcon lidhjen tuaj. Shpërndajeni këtë thirrje urgjente me miqtë tuaj, sepse njerëzit që i doni kanë nevojë për këtë paralajmërim sot. Abonohuni te Zëri i Universit dhe aktivizoni zilen për të ruajtur lidhjet tuaja.